që mund të marrin, unë mendoj që kanë një impakt direkt në lojën që duhet të bëjnë lojtarët, pasi në qoftë se puthen edhe vazhdojnë në këtë lloj forme dhe involvohet automatikisht ndjenja dhe dashuria, nuk mund të bëjnë më lojë aty brenda, po do fokusohen vetëm tek marrëdhënia me njëri tjetrin. Edhe nuk mendoj se Selin është aq e përfshirë. Luizi i bëri të dyja për shembull, fitoi dhe Big Brotherin. Po Luizi është edhe Kiaran. Luizi është Luizi në këtë rast edhe nuk ka lidhje as pak mendoj unë me këtë nivel kasti lojtarësh, pasi e pare punës kanë deklarata që i thyejnë ato të mëparshme. Për shembull Selin ka deklaruar më përpara që unë kurrë do e lë mirin në lojë, sikur 1000 gimbo të më vinë pavarësisht respektit. Më pas filloi u shqeu ndjenja dhe akuzoi mirin që e ka parë me një sy tjetër, le të themi. Dhe në këtë mënyrë krijoi një dinamik të re me banor tjetër, me Gimbon edhe me pjesën. Ndërkohë, edhe Miri teksa ka biseduar me banorët ka thënë që e ka vlerësuar, e ka admiruar Selinën më herët, megjithatë nuk dim në këtë fazë të lojës, të mënyrës se si kanë rrjedhur situatat, cili është vlerësimi real ndaj njëri tjetrit. Unë mendoj që vlerësimi real në njëri tjetrit ka humbur shumë në këtë rast, nuk kanë me atë vlerësim pasi kanë pasur shumë ofendime midis njëri tjetrit, duke marrë parasysh që një lojtar i tret në Big Brother është bërë edhe familja e Selin në këtë rast duke ofenduar edhe një Pandorë e tërë bazohet pikërisht tek ajo lloj deklarate, normalisht që nuk do të kenë konsiderat të njëjtë. Unë mendoj se Miri ka dashur që ta mbaj këtë linjë loje deri tani, po e shikojnë që nuk e çon asgjë kundi, duke pasur respekt, konsiderate dhe çdo gjë, ndaj një Seline që thot të fundit edhe përdor një komunikim shumë të vrazhd, ndërpret çdo banor, ngrin zërin, ofendon, nuk besoj se ka të njëjtin respekt si më përpara. Mirë, teksa janë drejt fundit përgatitjet për ceremoninë, në orën 21 do të fillojë, sikundër unë e bëra me dije, do të jetë e ftuar edhe këngëtarja e njohur Artiola Toska. Rogerti duket se ka tashmë gati planin se çfarë do të bëjë. Ndikim shkurtimisht edhe më pas kthehemi. Leje. Është ideal. Kupton se quhet ai ideali besnik i shoqërisë. Po. Më i ngushtë i nusës. Do të thonë që edhe terroristi i nusëve rrin vetëm ideal, edhe Jo, unë jam hoxha. i shoqërisë të vendit rrin vetëm Unë jam ideal. hoxha. Ore, po them, a ke parë në një do me ta. Unë do të them, tani është momenti ta punësh unë e të sa njëra. Unë them që të bëjë edhe ka përjetuar, se ajo ime si ka përjetuar kur, e ka thënë Unë mendoj që po jo gjithë letër pastaj. E vërtet. Që jo fikon për dashuri. Jo e lajmëron për dashuri, e liu kush për dashuri. E vërtet. Unë kam pas fatin me gjithë shpirtin tim binjak. Për gjëra personale mos u ka. Mirë, ishte kjo një nga situatat, do të shohim se si do të shkojë mëtej edhe dasma që do të nisë në orën 21, sigurisht do të ketë element festiv të spektaklit, me që atë të shohim plank prishtin, deri ku do të arrijë dhe se sa do t'ja prishë Terezin çiftit edhe banorëve të tjerë. Është parë Juela shumë në krah të Rogertit, edhe ky fundit në çdo moment kur Juela në sheh në vështirësi, por në përplasje të forta me Selinën, por edhe një pjesë të mirë të banorëve të tjerë. Çfarë po ndodh me Juelën? Unë mendoj që një lojtar që të forcohet në atë lojë nuk mund të luajë as se si vetëm, pasi shumë shpejt mund të thyet nga çdo grupim banorësh të tjerë, kështu që kanë gjithmonë nevojë për aleat në krah. Unë mendoj që zgjedhja e Juelës është normale për Rogertin, pasi është një lojtar i cili hyri fuqishëm në atë lojë, sado me vonesë. Mira apo keq s'ka rëndësi. Që nuk u pozicionuaj që në hyrje në momentin e parë të hyrjes së Rogertit. U desh ta njifte njerë, u desh ta njifte dhe ka ndodhur kohët e fundit. Jo vetëm Juela, por shumë banor të tjerë kur dalin nga ajo shtëpi, ose kur pyeten thonë që Rogerti nuk është ai negativ i situash i keq edhe që njerëzit. Po çfarë shohin ata, ndryshe që sa rrim ne ta shohim? Ata shikojnë ndoshta edhe pjesën që ai kërcen, pjesën që bën shaka dhe po ta marrësh domethënë në aspekt njerëzor, ai nuk ka vetëm ofendimin si bazë të lojës. E ka një bazë së rëndësishme, por nuk ka vetëm atë, ka shumë gjyra Rogerti, sepse Rogertin e kam më parë dhe duke bërë për të qeshur banorët, duke bërë për të qeshur publikun. Gjithë ato rënjet që bën falso në tokë, unë mendoj që i bën pikërisht për këtë gjë për të treguar që ai bën dhe kot, bën edhe lojë në atë pjesë.
Dhe mendoj se Juela ka bërë një zgjedhje të dur, sepse Juela ka shumë artikulim, ka vërre dhe shumë logjik të qartë në atë që do të shprehë. Jo vetëm Juela, tashmë është dhe Miri, janë krijuar janë një grupim, një pol. Si një grupim. Duhet patjetër të krijojë një pol, është krijuar pak me vonesë, sepse të gjithë kanë dashur që të jenë në krye, si thua, edhe ky pol ndryshe nga çdo gjë tjetër që mund të krijojë me banorët, ka si bazë që nuk ka një lider. Domethënë secili kërkon që të jetë para, domethënë njerë mbështet Rogerti Mirin, njerë Miri nuk e mbështet Rogertin edhe krijojnë dhe dinamika midis njëri tjetrit. Juela për mendimin tim po luan shumë mirë, i dha një shtys të fortë Mirit në këtë rast që të krijonte një linjë të re loje duke i paraqitur Selinën si dikush që mund të krijonte ndjenja për Mirin në këtë rast, ja ofroi Juela këtë gjë Mirit, edhe Miri normalisht në këtë pjesë pati një prime, si thua, të cilën mund të trajtonte me një dinamik, sepse unë kam vëre që Miri nuk di të mbrohet mirë. Nuk di të mbrohet fare. Vetëm kur bëhet fjalë për Selinën, apo edhe në raport me banorët e tjerë? Jo, nuk di të mbrohet dhe me banorët e tjerë, do me thënë mund të thot 100 gjëra në atë moment të cilat mund të jenë avantazh të vetë dhe të qëndrojnë, dhe nuk e di pse ose... Ku e humbet fillin? Pra, nuk e kuptoj ku e humbet fillin. Ndoshta është tipi vetë, është tipi tillë që nuk do që të... Ndoshta të prish dhe marrëdhënien me shumë aty, po nuk më duket se ka ndonjë argument mbrojtës favorizues në këtë rast Miri. Egzona, si të duket grupi për cilin e po diskutojmë? Ishte Rogerti në fillim, me që ato më pas, ju bashkua Juela, tashmë Miri, Artani është i paqartë nëse është pjesë apo jo? Po, si që dim tashmë aty janë pozicionuar në 2 grupe. Grupi pra që është Rogerti Miri, Juela, dhe si që the edhe te edhe Artani që edhe pse tashmë nduket që është larguar nga ata, po qëndron pak a shumë në mes të 2 grupeve dhe grupi tjetër nga Selen, Gimbo dhe të tjerët që janë aty. Dhe mendoj që Juela po i shfrytëzon në këtë rast Rogertën, sepse e dim që nga fillimi nuk është se ka pasur lojë të sajën, dhe tani secili nga banorët është pozicionuar nga njëri tjetri dhe që po vazhdojnë të sulmojnë vazhdimisht grupin që kanë përballë. Mirë, që nuk mendoj për ndonjë lojë të sajën të fort, apo se është një lojtare fort. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, i kthehemi më pas.